Sot jemi 31 mars 2025, ndodhemi në Çanakaj, tek një nga fermerët më të mirë të zonës, po për koincidencë sot çeka dhe një nga tregtarët e ri, më me perspektivë, është Sedin Tabaku që është fermeri këtu dhe Kazlingozi që i ka ndihmuar fuqishëm si vjet jo vetëm në Darsi, po edhe në të gjithë zonën e Shqipërisë mesme, deri në Elbasan. Sedin punë mbar, më pas. Sa sipërfaqe ke këtu? 3 dylym të shkutur, 2 dylym në Kandëgjallë. Okay, 3 dylym është nga ky Kastraveci i shkutur dhe 3 dylym tjerë është nga i gjatë. Kaç besë po merret sot? Ju sot po merret 1500 lekë. 1500 lekë kilogrami? Po. Bravo, shumë mirë. Ti ke ditë që ke filluar vjerin se? Kaç kryesisht ku për ku ikën? E gjithë në Evropë. Në eksport, ëh? Po, në eksport. Shumë mirë. Gjithë zona këtu, siç thonë, jo vetëm nuk janë gjithë Darsia është në këto momente ka traumën. Po, traumën gjatë drejt këtu po si vjet ka dalë shumë mirë, do shumë kënaqur të gjithë çampion. Shumë mirë, ëh? Shumë mirë. Veç traumën Për jashtim pak kohës, ka ajo që ndryshme këtë vit. Po ka qenë Miguel. Po kështu, ore, se na thoi kështu. Ky hat ta konsumojmë ti? Po, më than, pute, ja da hajmë pa mërat. Kjo është një sugjerim për gjithë, edhe për konsumatorët e vendit, që thonë jo, atë të mirë ju e çojnë eksport, kurse këtë që është me ndotje, me përmbajtje kimikatash